Unë isha në fakultet dhe më thret Indieri Bajram Rexhepi në telefon dhe thot, besim jam kryeministri. Edhe unë nuk pres që një thirrje telefonike nga kryeministri, sepse nuk isha ndonjë njohuri me të. Kisha njohuri me Ademin, si Vendas dhe me të tjerë, por jo me të drejt për drejt. Tha, unë përpës cili kryeministri, tha, veç një kryeministri ka Kosovës. Apo vjen me pi kafe, shkova dhe tha, po du që t'jesh pjesë e kabinetit tim. Dhe me thonë drejten, merë dhe shumë mirë. Një për nga vlerësimi, e dyta do thotë që është vlerësu puna, pavarësisht të raporteve që i kenë ndërë ndërnjëzorë, sepse nga njerë jetën publike konsiderohet që kush ka lidhje funksionë. Nuk kam pas as një lidhje, as familjare, as njërësim për parë me të. Dhe kemi filluar të bashkëpunojmë. Në vizitën e parë të Erhard Busek i cili... Kemi edhe një fotografi me Bajram Rexhepin pas kësaj është, Lustre Gjin, është kjo? Këtu jemi në Brione, bashkë me kryeministrin, edhe me Marti Ahtisarin, i cili realisht që në atë kohë është angazhuar për zgjedhjen e statusit politik të Kosovës, pra një mik jashtëzakonshëm i Kosovës dhe i cili realisht me dashuri shumë të madhe ka punuar ndër vite me neve. Pra, për të kthyer pak te Buseku, Busek ka qenë ministër i arsimit në Austrinë në kohën kur diplomat e edukimit paralel janë njohur, dhe në një vizit që kishte ai në Prishtinë, sa ishte koordinatori i Paktit Stabilitetit, i tha Bajramit, me duhet një koordinator i Paktit Stabilitetit për Kosovën. Dhe pa me dyshje, Bajrami tha, ja ku e ke. Dhe ishte do të krejtësisht e pa planifikuar, por mbi bazën e asaj që ka kemi konsideruar dhe këtu ka kërkuar që të dalim në konferencë për shtyp të përbashkët, duke e marrë rolin e koordinatorit të Paktit Stabilitetit.